Besimtari e ka për detyrë që prioritet kryesor ta ketë ngritjen e vlerës së tij tek Allahu i Madhërisht, tek Krijuesi. Pastaj vlera tek njerëzit pason rrjedhshëm dhe natyrshëm. Ne e dim përmes shumë argumenteve pejgamberike se si Allahu subhanahu wa taala kur e don një rob e thret Xhibrilin alayhis salam dhe i thotë se unë e dua këtë rob, andaj duaj edhe ti o Xhibril. Pastaj urdhëron Xhibrilin që ti njoftoje edhe melekët e tij që ta duan këtë rob sepse Allahu dhe Xhibrili e duan këtë rob. Dhe kështu edhe vepron Xhibrili alayhis salam, shkon tek melekët e qiellit dhe u thotë se Allahu dhe Xhibrili e duan këtë rob, andaj duani edhe ju. Në mënyrë të natyrshme, me bekimin Allahut zbret dashuria për këtë njeri edhe tek njerëzit që kanë vlerë. Nga se nuk ja din vlerën një njeriu me vlerë vetëm sa ai që ka vlerë. Kjo lidhje, ky zinxhir i kësaj dashurie të përquar dhe të manifestuar nga Allahu deri tek ne është fal Allahut subhanahu wa taala. Dhe mundësia më e mirë për ta ngritur vlerën tonë është përmes Kuranit. Andaj e kemi mundësinë ardhë që në këtë muaj ta peshojmë veten tonë në Kur'an. Se ku jemi, si qëndrojmë, cila është lidhja jonë me librin e Zotit. Nëse me të vërtetë dëshirojmë që të kemi vlerë, nëse me të vërtetë dëshirojmë që të dalim para madhërisë së Allahut sa më të ngritur e sa më të vlerësuar për ti, atëherë duhet lidhemi me librin.